Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë dita. Përshëndetje, zotri, besoj jeni njohur me temën, mund të shprehni mendimin tuaj. Si gjykoni kush është opsioni më i mirë? Unë do ta jap opsionin tim, gjykimin tim në fund bisedës teme, por më përpara do të kisha bërë një pyetje, po thona edhe ju edhe telefonuesave që telefonun më përpara ose këta që analizojnë emisionin. Sepse janë mësuar komunistat flasin vetëm në përgjithësi, çfarë thotë Edi Rama, një ashtu është edhe nuk e lexon. Shiko, unë do të flas me pak shifra, që janë shifra zyrtare, edhe provojnë dikush të hellin poshtë të shifra, edhe më shohim se si ashtu. Shiko, në vitin 2013, kur në poqet ishte PD-ja, Shqipënia ka pas 65 bashki edhe 308 komuna. Për këto 65 bashki edhe 308 komuna, ka pas 19.625 punojës. Dakord? Po ju ndjekun. Vetëm sa më shpejt sepse e kam kohën të limituar. Po. Sepse pretendimi i këtyre komunistëve është që me ul numrin e punojësve, sepse marrin rrogat kot. Pra, në vitin 2013, 65 bashki, 308 komuna, punojës 19.625. Në vitin 2023, pa mas reformës që u ban, që i bani Edi Ramavici, ka pas 61 bashki, asnjë komunë, punojës kanë kënë 36.995 persona në 2023. Për 2026 nuk kam arrit me gjithë dhana. Këto pra shoh komunista, kjo është ajo ulja e numrit të punojësve, kjo është ajo ulja e numrit të shpenzimeve buxhetore ose të bashkisë. Pra, nga 19.625 punojës, sot në 2023 janë 36.000-37.000 punojës gati. E kuptoj. Mirë, të falenderoj shumë. Më duhet ta mbyll. Cili është efekti këtu? Po, shumë shkurt. Edhe kisha edhe një gjë, me disa prej tyre protestuesve që marrin pjesë në protestë, kur i arreston policia, i ka policia, edhe ushtron dhunë me to, ata dalin e deklarojnë që na ka ushtruar policia dhunë, na jena korrekt e tjera, edhe kur vjen puna në fund, bërtasin Ramën burg, Berishën burg. Ma valla, ato të rrë Berisha, ato të rrë Rama, ma valla, a ka mundësi me më kalëzu. Faleminderit atje me që e kena shkurt kohën. Mirë, faleminderit për telefonatën dhe që u bët pjesë në program.